Për shëndetin nga kuzhina njerit, sot kam vendosur me qit një pite me zele. Siç për shef në zelet, i kom bjell këtu në bashqën në një vazë të modhe, edhe i kom hazër sa herë të mbyll. Veç i prejna kështu me gërshon, ose i nuku me dorë në ka lidhje, i përzina me qep edhe e përgatitim harqen. Kështu pra duken zelet, për ndryshe të rrepave që janë, edhe dolin prap të rejat. Tash nuk pra zelet. Edhe zelet i kom pastru, i kom këqyrë një ka një për çdo flet, shikojna, kur i pastrujna mirë edhe i grina, sepse mund të mendohet me kona insekt, kështu që s'pëdojna me hangër, sa mesh pëdojna me hangër laknuar. I kom gri edhe një tub me qep të reja, në anën tjetër i morrim pak vaj, ja qesim tek harqi, halta ose shlagzane ose ajk, 450 ml për brumin me ujë të ngrohtë, një lugë të çajit me krip e qesim bismillah tek harqi, një lugë të gjellës jo plot me mush e qesim bismillah tek uji, mandej 800 gram me miell, pak vaj e qesim tek uji, pak vaj e qesim tek harqi, edhe halta e qesim edhe përzina harqen. Harqen e kom përzi edhe lojna omash, e përzina edhe ujin në pak vaj edhe ja qesim e njëherë tek mielli, pra. Thonë drejtën këtë laknurin me zele, ma shumë e kom qef dhe ma shumë akona se sa me spanaq. Kështu si fëmi, gjithë e kom pasur edhe përzina brumin. Brumin e kemi përgadit, e kemi qit tek drasa e kuzhinës, tashti i ndojna edhe kuleç. I kemi ndo edhe kuleç, i kemi rokullis në miell, edhe i të hollojna tashti kuleç. Jo edhe shumë të mëdhej, sikurse për këtë merë. Në këtë masi. I kemi të hullu edhe kuleçt, tash morim vaj. E lyna mas pore enën, edhe bismillah, se cilin kuleç e lyna me vaj edhe renditin pra një mbi një. E mbulojna enën me folin e lan edhe lojna për 20 minuta me pushu kuleç. Pas i kam pushu kuleç, tash të largojna e lanin folje, morem pak vaj edhe e lyna drasën edhe bismillah, lojna me zgjatin e kuleçve. Tash dhe kuha në nxet, me një herë ka zbutën. E lyna drasën sepse mandej krejt për mi nuk në nërvoj me lyme kur gjo vitën, sepse ka vaj ballë. Zgjatëm, vitën e kemi zgjat, e bashkojnë qështu në dy ondë. Edhe morëm tash harqen, edhe ja qesim në mes. E mështjellim vetën edhe renditim në tepsinë e lyrë me vaj. Deri në fund të gjithë kuleçt pra kështu. I zgjatim, i mështjellim edhe pak qushet. Ja prejna pra në fund. Gjallë për që ka dëshirani. Edhe ja qesim as pare mesin edhe ja qesim stondën.
Kretë kuleshti kemi zgjatë, e kemi qitë pranë tepsi, tash me një herë e fusim tepsin në furrën e nxehur në 200 gradë. Pitën e kom hek prej furrës, e kom pjek temperaturë 200 gradë për 35 minuta, tash ju që keni qef me ujë nxehtë, s'keni nevojë me lau me ujë, ju që keni qef me lau me ftohtë, mundeni me stërpik prap me ujë me mbulumin një salvetë e pastër. Kështu që neve na bëftë mirë pitja për ndryshe laknori me zele, nëse provani ju lumë shënduart edhe juve ju bëftë mirë. Faleminderit për pakrohen që më bëni komentet e bukura deri në recetën e radhës nga kuzhina Nerit, ju them miru pofshim. Bismillah.